Ndalimi pastaj I kanalit të Hormuzit e tjerë do të rriste kostot e prodhimit. Besoj që lufta për sa I përket aspektit ekonomik do t'i leverdiste SBA-s, sepse Kina, nga ana tjetër u përmend pak më parë, ka, si thua, ka një marrëdhënie të ngushtë ekonomike nëpërmjet naftës. Do të thënë që 80 miliard GDP-s së Iranit varet nga nafta që eksporton në Kinë, janë 1.4 milion barile fuqi në ditë. Në fuqi në ditë. Çka që ndikon në uljen e prodhimit dhe I marrin me 20% më ulët se tregu, ndikon në uljen e kostës prodhimit dhe normalisht dhe në rritjen e eksporteve. Gjë ndalimi pastaj I kanalit të Hormuzit e tjerë do të rriste kostot e prodhimit, inflacioni dhe do të Por nesër